Prokuroria e Tiranës ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar për gjykim kompaninë Tibo dhe pronarin e saj, Adnan Mahmutaj, i akuzuar për mashtrim, pastrim parash, fshehje të ardhurave dhe mospagim taksash. Sipas dosjes së prokurorisë, hetimet nisën pas kallëzimit të Mirlinda Heidorn, biznesmene me kontratë në shtetin italian, e cila raportoi se ishte mashtruar nga Adnan Mahmutaj, administrator dhe ortak i disa shoqërive, përfshirë Megaware SPK, Tibo SPK, Tibo Al SPK, Tibo Communication SPK dhe Oversport SPK. Kazuesja deklaroi se e kishte kredituar Mahmutajt shumën prej 2.2 milion euro për vijimin e kontratës që kishte me shtetin italian, por pas komunikimeve me një aksioner të kompanive të lidhura, ishte informuar se Tibo nuk ishte mundësi të kthente shumën duke shkelur marrëveshjen dhe duke rrezikuar fondet e saj. Sipas kontratës, përfituesi drejt për drejt i shumës ishte Megaware SPK, ndërsa Tibo Communication SPK dhe Tibo Al SPK shërbenin si garant duke parashikuar një komision mujor prej 25.000 euro. Prokuroria njoftoi se akuzat janë ngritur edhe ndaj 4 shtetasve të tjerë dhe 5 kompanive të lidhura me këtë rast, duke e konsideruar këtë një skem të strukturuar për fshehje të ardhurave dhe mashtrim të investitorëve. Dosja tashmë është dorëzuar gjykatës për procedim të mëtejshëm, ndërsa autoritetet presin zhvillim në drejtim të gjykimit dhe eventualisht vendimin përkatës për personat dhe kompanitë e përfshira. Ky rast thekson vëmendjen e institucioneve shqiptare për luftën kundër mashtrimeve financiare dhe pastrimit të parave në sektorin privat.